Ceremonia e varimit për Papa Franceskun, ku pritet të marrin pjesë udhëheqës nga e gjithë bota, do të mbahet të shtunën në orën 10. Kështu vendos në takimin e kardinalëve të mbledhur të martë në Vatikan për të planifikuar funeralin. 88 vjeçari vdiq papritur të hënën si pasojë një goditje në tru dhe arresti kardiak, duke i dhënë fund një papati të trazuar, gjatë së cilit vazhdimisht u përplas me tradicionalistët dhe mbështeti fort të varfrit dhe të marginalizuarit. Vdekja e tij vë në lëvizje një sër ritualesh antike, teksa kisha me 1.4 miliard pjesëtar nis tranzicionin nga një pap tek tjetri. Një prej tyre ishte edhe mbyllja e apartamentit papnor nga një kardinal i njohur si Camerlengo. Arkivoli me trupin e papës i shfaqur për herë të parë këtë të martë do transportohet në Bazilikën e Shën Pjetrit të Mërkurën, ku edhe pritet të zhvillohen homazhet në nder të tij. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili është përplasur vazhdimisht me papën për çështjen e imigracionit, tha se ai dhe bashkëshortja Melania do të udhtonin në Rom për të marrë pjesë në varim. Mes krerëve të tjerë të shtetit që kanë konfirmuar pjesëmarrjen janë presidenti francez Emmanuel Macron, ai i Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe Javier Milei, presidenti i vendlindjes së Franceskut Argentinës. Në një thyrje të traditës, Francesku konfirmoi në testamentin e tij të fundit i lexuar të hënën se dëshiron të varroset në Bazilikën e Santa Maria Maggiores në Rom dhe jo në Shën Pjetër, ndërkohë konklava për zgjedhjen e papës së ri do të mbahet 15 deri 20 ditë pas vdekjes së kreut të Selisë së Shenjtë.